Policia e Kosovës ka filluar dërgimin e gjobave në adresë të pronarit të automjetit. Pajisjet inteligjente identifikojnë shkeljet në trafik si tejkalimi i shpejtësisë, skadimi i afatit të regjistrimit, tejkalimi në vende të ndaluara, mos respektimi i semaforit, mos vendosja e rrypit, përdorimi i telefonit mobil e kundërvajtje të tjera. Pas identifikimit të kundërvajtjes, zyrtari policor e regjistron dhe e printon dëshminë e kundërvajtjes. Të dhënat e kundërvajtjes ruhen në sistemin e policisë duke përfshirë datën, orën dhe vendodhjen e saktë të shkeljes. Përmes targave, identifikohet pronari i automjetit ndaj të cilit shqiptohet gjoba për kundërvajtjen e identifikuar përmes pajisjes. Gjoba vendoset në zarf dhe dorëzohet te shërbimi postar për shpërndarje. Pronari i automjetit ka mundësinë ta paguajë gjobën brenda afatit të caktuar ose të paraqesë ankesë. Në rast se pronari i automjetit nuk ka qenë duke drejtuar automjetin, në momentin e shkaktimit të kundërvajtjes, duhet të japë informacion për identitetin e shoferit, të cilit ja ka dhënë automjetin për ta drejtuar dhe t'i plotësojë të dhënat e tij. Shërbimi postar i dorëzon gjobën pronarit të automjetit në adresë.